Përshëndetje miq, sot është një video në lidhje me temën si të filloj zimin tim dhe në këtë unë do të tregoj dy arsye për të cilën gjatë rrugëtimit tuaj mund të asni pra vështirësi dhe në këtë rast ndoshta ju pyesni. Unë jam shumë e ngarkuar se dua të di gjithçka dhe kjo më bën që të mos jem e qartë se ku të filloj në lidhje me zimin. Sigurisht kjo ka ndodhur dhe me mua në kohën kur unë u zgjova, por ajo që duhet kuptoni është normale nëse ju ndjeni për momentin të ngarkuar. Ajo që ju jeni bërë të vetëdijshëm, sepse ju e kuptoni që jeta juaj ka një vetëdije në lidhje me realitetin tuaj, me atë çfarë ju jeni, keni të bëni në marrëdhënien tuaj, ashtu sikurse ju keni filluar të shikoni gjërat në një kompleksitet ndryshe nga ajo që jeni rritur gjatë jetës tuaj, gjatë gjithë eksperiencës së jetës tuaj. Kjo ndodh edhe për vetë faktin se ne jemi në afatin kohor ku vetë ndërgjegjësimi i qenies tonë njerëzore është në një nivel më të lartë, por përsëri ka pengesa, ka vështirësi dhe në këtë kohë asgjë nuk ndodh pa një shkak. Duke qenë se jemi në kohën e një afati kohor ku energjia është shumë e shpejtë dhe në këtë rast është shekulli 21, shekulli i industrisë digjitale, ne që të gjithë marrim informacione nga më të ndryshmet dhe ajo që ne nuk arrim edhe pse jemi të ditur për të marrë informacion, ka pengesa për faktin se ne jemi përsëri të shkëputur, që ndrojmë të një anshëm. Sido që të keni sukses me dhuntin tuaj, me talentin tuaj, me atë që ju ndjeni të bëni diçka në këtë jetë, asgjë, edhe në qoftë se ndodh, është diçka normale, ashtu sikurse dhe për ju që jeni zgjuar. Pse? Në këtë kohë, në këtë realitet, në këtë tokë jemi ndarë në dy realitete, në njërin krah janë njerëzit që vazhdojnë akoma në të një anshëm, duke vazhduar me energjinë mashkullore që ndryshe njihet në gjuhën njerëzore, mendja jonë, por edhe që është vepruar në një mënyrë të një anshme, nuk ka rëndësi vetë afatet kohore, sidomos të gjeneracës time të shekullit 20, ne kemi qenë në një nivel të ulët se ishte koha e industrisë të botës së materjes. Gjithsesi ajo që kuptoni tani për të hyrë në temë është ju edhe pse ndjeni të mbi ngarkuar, kjo ndodh sepse kur ne zgjohemi, ne ndihemi sikur jemi, kemi vdekur, ishim të vdekur më përpara, dhe tani jemi të gjallë. Dhe kjo është që në momentin që ne jemi, ndjemi duam të dim ku jemi, ku po shkojmë, si do të jetojmë, sepse realiteti jonë ka ndryshuar dhe në këtë rast është që ne kërkojmë informacion, se duam të ndjehemi që po jetojmë, jemi të gjallë dhe sigurisht kjo sjell mbi ngarkesë, por ju lutem këtë video që po e bëj është ju, me qenë se bëhet pyetja nga ta filloj zimin, është për të gjithë ne në këtë afat kohor, jemi të ftuar që të gjithë që ne të lidhemi me veten tonë për të gjetur paqen dhe qetësinë në vetvete.
kuptoni përse duhet qetësia, përse duhet paqja në vetveten tonë, është sepse një kohë të madhe çfarë do në jetën tonë, pra në të gjitha marrëdhëniet, është sëmundja, është marrëdhënia juaj romantike, është marrëdhënia me të tjerët, me kolegë, apo puna, apo biznesi, pra çdo lloj aktiviteti në jetën tonë, ajo që ne jemi dhe qëndrojmë të ngarkuar, është sepse ne vlerësojmë çdo lloj situate, pra në këtë rast edhe zgjimin tuaj, duke e bërë nga ana e mendjes. Dhe kjo është që ju ne marrim, pra kemi një ngarkesë, pra kërkojmë informacion me qëllim që të ndjehemi të gjallë ose çfarë po ndodh me ne tjera. Mësoni që në këtë moment, pra duke qenë se kërkojmë informacion, është që ne përdorim më shumë pra energjinë maskullore dhe trupi jon është i krijuar nga krijesa, pra ne jemi qenie humane dhe në këtë rast ne jemi krijuar nga krijesa me dy energji. Energjia maskullore, mendja, dhe energjia femërore, shpirti jon. Ky shpirt që vim në këtë jetë, në këtë tokë, dhe selia është zemra jon. Pra këtu është edhe energjia femërore. Ajo që ne ndjehemi, pra duke të ngarkuar se duam të dim pra shumë, dhe ne nuk dim ku ta fillojmë, është që ka të bëjmë me atë që këto ne përdorim akoma shablonet e energjisë maskullore, pra me këtë rast është ajo që ne kërkojmë, pra të dim, të bëjmë, të veprojmë në kuptimin dhe të nxitojmë. Por shpirti është ndryshe, sepse ju e shikoni realitetin ndryshe. Pra në këtë rast bëhet fjalë që ne do të lidhemi me shpirtin tonë. Prandaj që të gjithë të kuptoni një gjë, qoftë mashkull, qoftë femër, ne jemi me të dyja energjit dhe ne nuk do të rrimë më të një anshëm, vetëm me mendjen, edhe në qoftë se jeni të talentuar apo pra të mençur e të tjerë, nuk ka asgjë, të kuptoni, është koha tani që dhe ju do të vi një moment, dhe ju që keni sukses ose çdo lloj, është drejta juaj, në fundit jetoni në këtë tokë dhe do të krijoni diçka, por do të vi një moment, si ne erdhëm me shpirtin, ne do të lidhemi edhe me shpirtin. A është tani për të gjithë ne, pa dallim moshe, a është në moshë të vonuar, sidomos për gjeneracën time të shekullit 20, pra duke filluar nga vitet 50, duke filluar, ndoshta jetojnë edhe dikush, por në përgjithësi nga vitet 50 deri në 90, ne kemi me të vërtet një ngarkesë në lidhje nga ana mendore, pra ne jemi me një energji elektrike, sepse ishim dhe në kohën e industrisë së zhvillimit, pra të botës së materjes, pra çdo gjë bëj, dhe në këtë kohë kemi hyrë në botën e industrisë digjitale, ku çdo gjë po vjen në këtë moment në një mënyrë më të lehtë për ne, për arsye sepse është një realitet i përzierë me energji që janë një pjesë, vazhdojnë akoma i shërbejnë botës materjes, pra në këtë rast duke vazhduar me pra vlerësimin nëpërmjet egos dhe me peshqisat, ndërkohë edhe nuk do ta gjykoj se në fund të fundit ne na duhen këto, se ne do shikojmë në këtë realitet, do dëgjojmë, do ushqehemi, do prekim, se do punojmë, do të jetojmë, por është thirrja që ne do të lidhemi me energjinë femërore, me qëllim se kjo energji femërore është rrjedha e jetës. Pra universi drejton energjinë dhe energjia, dhe ne jemi pjesë e këtij universi, pra jetojmë në këtë tokë, në këtë botë, dhe gjithçka është në bashkëveprim me energjinë.
Pra 2 ose më shumë energji. Dhe trupi on është në bashkëpunim me këto 2 energji. Pra ndërkohë që çfarë ndjejmë nga shpirti, që të gjithë ne kalojmë situata nga më të ndryshme. Pra nuk ka rëndësi, jeta është e paparashikueshme. Dhe jeta na mëson, çdo kohë është zhvillim. Universi çdo sekond të jetës ndryshon, çdo sekond ndodh në familjen tonë diçka e tjera. Gjithsesi, ajo që kërkohet është që ne nuk do të gjykojmë këto karakteristika të energjisë mashkullore, as do t'i kritikojmë, por ne do të fillojmë të lidhemi me energjinë tonë femërore, për arsye sepse vetëm duke arritur në armoni me këto 2 energji, pra trupi on është komplet, pra e krijuar në funksion të këto të 2 energjive, dhe ajo që ne na mungonte dhe që na mbingarkon akoma është që ne këtë dim, edhe në zimin tuaj, këtë dim, pra gjuhën e mendjes. Dhe kjo është që ju pengon. Por tani që të gjithë, të zgjuar të pazgjuar, është koha e afatit kohor. Ne do të ecim me rrjedhën e ndryshimeve kozmike, jo vetëm nga ana e frekuencës, pra të një niveli më të lartë, për të cilën nga ana kolektive ne kemi arritur në një ndërgjegjësim të lartë, që të gjithë e dini, e kërkoni lirin, që të gjithë e keni të drejtë, jeni të lirë të arrini atë që ju ëndërroni, dëshironi. Po përse nuk i arrim? Sepse në njërin krah jemi vetë ne me energjitë jo optimiste që ne kemi, pra me dyshimet, me pasigurinë, që edhe në qoftë se kërkojmë diçka në univers, ne pra e pengojmë vetë ne, dhe kjo ka të bëj që vjen nga burimi që ne nuk jemi të lidhur me ndryshe quhet shtylla kurizore, identiteti jon, ose 7 chakrat në gjuhën shpirtërore, se prandaj po flas për ju, që ne i kemi blokada, dhe kjo që ne nuk rrjedh energjia, që energjia femërore është energjia magnete të rreq, dhe në këtë rast kjo është ne jemi të ftuar që të gjithë që të lidhemi me veten tonë për paqen, për qetësinë. Pyetja është, po si të lidhemi Diana me këtë, pra me veten tonë, me këtë energji femërore, që të gjithë jemi të ftuar, ne duhet ta mësojmë këtë energji. Kujtoni çfarë kemi kaluar, sa gjatë kemi punuar me energjinë mashkullore, pra me atë bëj veprime krenarin, me atë që ne kritikonim të tjerët sepse nuk dinim si të ndjenim, ose nuk i shikonim në veten tonë, po shikonim vetëm në botën e jashtme, ashtu sikurse edhe gjithmonë vlerat të tjerët janë më mirë se ne, pa e kuptuar në mënyrë viktim, pra një roli i afatit kohor. Dhe kjo është sa vite në udesh që sa kemi kaluar, për shumë Dianës kur u zgjua ishte 57 vjeçe, por këto vite, afërsisht po bëhen 5 të zgjimit tim, është sigurisht që unë u lidha me këtë energji femërore, unë nuk mund të gënjej që ishte e lehtë, sepse është një rrugë e panjohur, por tani ju keni informacion, dhe nuk është e thënë që ju të dini gjithçka, ne nuk jemi perfekt. Ajo që kërkon shpirti juaj tani, dhe që jeni në këto videa, të lidheni me veten tuaj, pra ta mësojmë. Dhe mësimi i kësaj ka të bëjë me atë që ne do të lidhemi me trupin ton. Ne do të fillojmë të dëgjojmë trupin ton, dhe në qoftë se ne nuk lidhemi me veten ton, si do ta dëgjojmë këtë trup? Se në jetën e parë nuk ndinim ta dëgjonim, sepse jepni përgjigje vetëm me mendime, dhe kjo ndodh dhe në fillim me ne kur zgjohemi që nuk dim, sepse jemi të mbingarkuar me mendjen atë dim, dhe japim përgjigje nga ana mendore, dhe nuk mundemi, nuk arrim të futemi në atë se çfarë shpirti jon kërkon. Pra tjetër, ne do të mësojmë të ndalojmë
pra veprimin e madh që ne jemi ose vazhdojnë akoma njerëzit sa edhe telefonat janë bërë si fiksim, edhe në makinë, duke udhëtuar në makinë janë duke ekzistuar, pra është si një lloj varësie. Pra që të gjithë, po kjo nuk vjen se nuk ka rrugë të gabuar, nuk ka rrugë apo vendim të gabuar. Kjo ka të bëjë me atë që ne nuk kemi durim. Ne duam të bëjmë shumë gjëra në një kohë. Pra, në një krah shkon, jep makinës në krahun tjetër, të shohësh çfarë, edhe kur nuk të vjen mesazh, ta shohësh çfarë është bërë e të tjera. Pra, të gjitha këto gjëra janë se ne është energjia maskullore që është vepro, bëj. Sa të bësh këtë gjë, të bësh atë gjë. Tani, ne do të arrim të mësojmë që të bëhemi të qetë, pra të arrim jo më me atë vrullin, pra bëj këtë ose 10 gjëra në një kohë dhe shpesh nuk arrim atë që duam. Tjetër është që ne do të mësojmë edhe pra të lidhemi me energjinë tonë të brendshme nëpërmjet eksperiencës së jetës tonë. Nuk ka nxitim, kjo energji nuk kërkon nxitim dhe kjo është që me të vërtetë në qoftë se ju keni probleme në lidhje se çfarë rrugë të ndiqni, atëherë të kuptoni që zgjimi jon nuk kërkon nxitim. Ajo shënim, ajo që dua t'u them është, në qoftë se ju doni pra në qoftë se ndjeni shënim, në qoftë se ndjeni që doni të mësoni shumë gjëra, okay, nuk është gabim. Në qoftë se doni të bëni shumë gjëra, përsëri nuk është gabim. Në qoftë se doni të përjetoni shumë gjëra, përsëri nuk është gabim. Por ju lutem, kjo energji femërore që ne do të lidhemi, që është rrjedha, na drejton në rrjedhën e jetës, çdo ditë të jetës, do të thotë që ne ti marrim gjërat një nga një. Pra nuk mund të bëjmë 10 gjëra në një kohë. Dhe në këtë rast, duke u lidhur me trupin ton, pra me këtë energji, ne do të bëhemi që ne të ulim tempon e asaj që ne të bëjmë shumë gjëra në të njëjtën kohë, pra të jemi të arrim në qetësi, në paqe. Sigurisht duke ndjekur këtë energji hap pas hapi, jo se duhet të bën mendja, pra ju mbi ngarkon, por se e ndjeni, sepse po lidheni me shpirtin tuaj. Pra shpirti juaj kërkon të lidheni me veten tuaj për të qenë disa minuta, pra filloje me disa minuta në paqe, filloje me atë që të bën ty të ndjesh mirë. Një pyetje do ju bëj, që të gjithë në çfarë do lloji marrëdhënie që t'jeni. A i keni vënë re ndonjëherë, të paktën e kam nga eksperienca ime, që e ndjen veten kur të gjithë ikin dhe je vetëm, ndjesh si rehat. Pse ndodh kjo? Sepse shpirti e kërkon këtë. Dhe kjo është që ne nuk e dim që kjo është e shpirtit, pra që vjen nga shpirti, por të jeni të sigurt që herët avon ne do lidhemi me shpirtin. Edhe njerëzit që kanë sukses, edhe mjekët që vazhdojnë ju ndihmojnë ju për shërimin tuaj, dhe sigurisht që në Shqipëri, të paktën me atë që unë kam dëgjuar, se unë kam vite që jetoj e shtetit, por që kam dëgjuar çdo gjë është me pagesë, dhe ata një ditë kur të dalin në pension, shpirti i tyre do të vuaj. Pse do të vuaj? Sepse do ta ndjej që nuk ka vepruar si një mjek, si humanitar, si trup humanitar, dhe aq më shumë mjek që të ndihmonte njerëzit. Pra do ta ndjej që edhe në qoftë se ka e zëm pasuri, do të ndjehet bosh. Prandaj, kjo vjen për arsye sepse edhe këta mjek kanë vepruar që janë me të vërtetë që dinë këtë trup nga ana fizike, me peshqisat, pra por gjatë jetës është vepruar me lëndimet, sepse i kanë lëndimet e tyre. Pra është ajo që bota e materjes, pra sidomos gjeneraca ime, për të patur sa më shumë. Dhe edhe në qoftë se i kanë një ditë
që të gjithë ju, edhe ju që jeni këtu, e kuptoni që ndjeni pa energji, ndjeni që keni ndihmuar, por ka qenë gjithmonë ajo sepse e ndjenim të nevojshme për të ndihmuar, dhe ku nuk merrnim atë që ne meritonim, ne direkt reagonim, pra unë po bëj gjithçka dhe prap nuk je i kënaqur e të tjera, dhe krijoheshin ato konfliktet që mund të vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, nëse vazhdojmë të rrim të njashëm. Gjithsesi, ajo që kërkohet është që ku ne lidhemi me këtë energji, edhe pse ka 12 pra janë përsëri ne do të dimë ku do të vazhdojmë, sepse shpirti na drejton, është intuita, është ajo që energjia femërore ka të bëjë me qetësinë, me butësinë, me mirësinë, me falënderim, me falje, me mirënjohje për çdo gjë, ka të bëjë me atë që është krijuese, ka të bëjë me atë që ne na liron, na shëron, na planon, pra çdo gjë, dhe në këtë rast ne do të lidhemi me këtë, me qëllim që të ecim në rrjedhën e jetës, dhe sidomos në këtë afatëkor është për të gjithë ne herët avon, që të gjithë ne, jo vetëm që do të bashkohemi me shpirtin ton, dhe ju sigurisht që ndihni këto video, ju jeni me shpirtin tuaj, por askush nuk detyrohet, një pjesë ndoshta edhe vdesin se çfarë po humbin, por ju që jeni këtu, sigurisht unë e kam thënë gjithmonë mantrën dhe do ta them dhe ta thoni dhe ju, që unë jam dorëzuar krijesës, sepse krijesën e keni në zemër, dhe në momentin që ju jeni të lirë, se nuk ju prek kush, ju universi do t'ju japi dyer që duke ndjekur trupin tuaj, shpirtin tuaj, çfarë do ndodhi me ju? Ju do të lidheni me veten tuaj, ju do të lidheni me qetësinë tuaj, dhe kjo është që do t'ju sjelli pra mirësi, pra do të ndiqni dhe do të lidheni me unin tuaj, se këto dy energji ne do t'i sjellim në harmoni, dhe kjo është që sjell unitetin e jetës. Jeta në këtë univers ekziston me energji, ne jemi energji, ne nuk mund të rrim më të njashëm, dhe arsye e dytë për të cilën ne jemi të mbingarkuar, pra për të arritur që të vazhdojmë rrugën e zimit, ka të bëjë që ne ndjehemi të paralizuar. Po përse ndihet paralizimi? Gjatë kohës që ju pra jeni bërë të vetëdijshëm, pra zgjoheni, dhe në këtë moment kuptoni që pra realiteti juaj ka ndryshuar, qoftë në çdo marrëdhënie, pra shihni gjërat me një pamje tjetër nga çfarë ishin mësuar. Dhe në këtë rast kuptoni që jeni lidhur me shpirtin, ose që e ndjeni që ndiqni rrugën e shpirtit, ose për një pjesë nga ju që dëgjoni se çfarë shpirti juaj kërkon, pra se jeni lidhur, keni filluar format pra të higjienës së shpirtit, meditim, dalje në natyrë, po kështu meditar, muzikë shpirtërore, frymëmarrja, lëvizja e trupit, yoga, masazhi i trupit, pra të gjitha të kësaj natyre, dhe që të gjithë jeni unik, që të gjithë jeni duke ndjekur hapin tuaj, që të gjithë jeni atë që zemra juaj, pra ju drejton, shpirti juaj ju drejton, dhe kjo është ndjeni ose në lidhje me misionin e shpirtit, apo me drejtimin e jetës, sipas asaj që i keni arritur. Gjithsesi, çfarë ndodh? Përse ne ndihemi të paralizuar? Për arsye sepse fillon përsëri mendja, fillon edhe mendja bën pyetje, se janë jetë mendore, mendon jetë të tërë, ose me miliona, me mira shekuj që ka qenë, pra shpirti është përjetshëm, dhe shumë gjëra i kemi marrë, pra janë krijuar, pra në mënyrë të pavetëdijshme në rolin viktim, janë bërë zakone, dhe këto duke i parë i kemi marrë dhe me vete. Gjithsesi, në këtë moment mendja ju thot, dhe ju që keni, pra jeni pra me pyetjet që ju ndiqni shpirtin, pra është që fillon mendja dhe ju thot, a jam në rrugë të drejtë, pra po marr një vendim të drejtë, a jam në rrugë me të vërtetë të drejtë,
apo jo, sepse gjatë kohës së zimit të shpirtit, është që ne çdo ditë të jetës, shpirti jonë, se ne jetojmë, shpirti jonë kërkon dhe na rrit. Pra çdo ditë të jetës ne rritemi, energjia nuk bllokohet. Pra ku ne blokojmë është vetëm ku ne rrim, pra japim përgjigje nëpërmjet me mendjen, dhe kjo është që ne pra na krijon pengesa. Gjithsesi, pyetja tjetër është që për një pjesë që ju keni arritur, a jam duke vazhduar në një linjë me misionin e shpirtit apo me drejtimin e tjera. Gjithsesi, kjo paralizë ju vjen që të gjithë nga mendja juaj, sepse mendja kërkon që të na mbrojë ne, është e krijuar e tillë që të na mbrojë ne, dhe këtë mendja thotë që okay, është përgjigje e mirë, ose mos e bëj këtë, ose bëj atë, por me mendjen. Pra, kjo është që mendja ju jep ju përgjigje të mirë ose përgjigje të gabuar. Gjithsesi, po të ndiqni shpirtin, shpirti ju ndrek apa sapi, dhe le të themi, po marr shembull, në qoftë se ti do të shkruash ose do të bësh poezi, dhe ndjen ulu bëje këtë, nuk ka gjë, shpirti nuk thot që është gabim qofse ti e ndjen që do të, ose të vjen ide, ose më tash, nuk ka asgjë gabim, pra je ti që zjep. Ashtu sikurse nëse do të lexosh libra, apo do të dëgjosh muzikë, apo do të bësh meditim e të tjera. Por gjithçka është, unë mora disa shembuj, ose të dilni në natyrë tjera, unë mora disa shembuj, por ajo që duhet të kuptoni është që ju nuk është, nëse ndiqni shpirtin, ju nuk është se po bëni ndonjë gabim. Pra shpirti nuk e njeh as mirë as keq. Shpirti është thjesht të drejton se çfarë të bësh, dhe kjo është energjia femërore e butë, e paqes, pra të drejton, se është krijuese, pra intuita të drejton, pra shpirti të drejton, të shkoj dhe brenda në shtëpi, të shohësh, të ndjesh në lidhje me atë zhurmën e televizorit, apo të frigoriferit, apo tiktakun e orës, apo çfarë do lloj, dhe brenda në shtëpi, pa lënë pastaj që kur jeni me shpirtin, ju dëgjoni edhe cicërimat e zogjve, apo ndonjë pëllumb të vjen në shtëpi, në balkon, apo le që jeni dhe të lidhur, pra janë ato lutjet tuaja, me shpirtin tuaj, janë ato që ju shihni dhe çuditeni pse pash këtë. Ajo që ju shihni dhe çuditeni është që vjen nga shpirti, dhe në këtë rast jeni të vëmendshëm si ndjesh, ku ishe, çfarë kishe në mendje, pra çdo gjë të kësaj natyre, çfarë po bëje e të tjera, të gjitha këto janë që ju jeni me shpirtin, dhe shpirti jeton në momentin prezencë. Edhe në qoftë se nuk jepni për momentin e zëm përgjigje, të jeni të sigurt që ktheuni në shtëpi, dhe atë që ju keni informacion. Pra do të thotë, ju nuk keni pse merrni shumë gjëra dhe nuk dini ku të ndiqni rrugën e zimit. Ju të merrni atë që shpirti juaj ndjeu diçka, dhe në qoftë se nuk e di përgjigje, e merr përgjigjen. Ndoshta duke pyetur që, sepse kur bëni pyetje ju jeni të hapur, atëherë çfarë bën nga shpirti juaj, ju vjen dhe përgjigja. Ndoshta ju vjen e zëm video djanës, ose e hap telefonin dhe pyet pse më erdhi pëllumbi në balkon, ose pse e pash për shembull në të plot e të tjera. Pra çdo gjë të kësaj natyre, këto janë përgjigjet e shpirtit tuaj. Ajo që do të arrini, që do të lidheni me shpirtin dhe që nuk do të ndjeni të paralizuar, është sa më shumë ne lidhemi me shpirtin, do të arrini që nuk do të keni presion, pra nuk do të keni mbingarkesë, nuk do të keni vrapim, nuk do të keni nxitim, dhe kjo është që ju paka shumë njeni me energjin, mësoni energjin femrore. Sigurisht, më falni, qofse doni meditim, për shumë sot në mëngjes unë ngrita unë dhe bëj meditim, bëj mrekulli, qofse shpirti do të rrit, mos bëj asgjë, qofse shpirti do të nesmen të dëgjoj video,
apo dokumentar, apo çfarë ju kërkoni, bëje. Në qoftë se shpirti do të shkruaj ditar, bëje të dëgjoj. Pra bëni gjërat që ju bën ju, që ju ndjeni ju dhe ju jep kënaqësi. Kjo është energjia, kjo është rruga për të kuptuar se ku ju zgjon shpirti, pra për të filluar zimin tuaj. Gjithsesi, nuk ka shpirti njeh, nuk ka rrugë të gabuar, nuk ka përgjigje të gabuar, por shpirti kërkon këtë. Në qoftë se ju filloni një hap dhe ai hap është ajo që shpirti juaj ndihet i kënaqur, ndihet që ju ndjeni mirë, të kuptoni që universi, krijesa ju shpalos përpara në rrugën tuaj, si dash disa shembuj, pra që të ecni, pra ndihmojeni dhe kështu rriteni avash me shpirtin tuaj. Pastaj fillo hapin dytë, pse se ndjehet çdo gjë, vetëm një gjë të kërkoni. Edhe pse ka vështirësi, edhe pse ka pakënaqësi, ju nuk jeni në rrugë të gabuar, në qoftë se ju jetoni në momentin tani për atë se çfarë po ndodh me ju tani. Pra nga ky moment bëu i vetëdijshëm për atë çfarë po ndodh me ty në trupin tënd dhe të kuptoni që kjo energji e mrekullueshme na ndihmon ne që të gjithëve që duke arritur, duke u lidhur me zemrën tonë, duke hapur zemrën tonë, hap pas hapi, ne do të arrijmë që të lirohemi nga çdo gjë e errët që kemi dhe në shpirtin tonë, sepse që të gjithë ne kemi hijet, anët e errta, që të gjithë i kemi në trupin tonë. Prandaj, ky afatëkor kërkon që ne të lidhemi me veten tonë, pra jo vetëm që jeni të ndërgjegjësuar, pra jeni bërë të vetëdijshëm për çfarë po ndodh me botën, me përreth jush, apo kudo në punë, me sëmundje, por pyetja është, nëse ju nuk arrini atë që dëshironi dhe ëndërroni në çdo lloj marrëdhënie tuaj, ju nuk do ta prisni duke pritur se dhe këtë rast nuk dua t'ju gjykoj, është drejta juaj që të prisni okej që luteni në Perëndi, në Zot, pra edhe nuk ka asgjë gabim, në fundit Zotin e keni në zemër, por në moment jeni pa fuqinë tuaj, pra jeni akoma duke qenë të mingarkuar me mendjen, dhe prisni nga jashtë, dhe nuk ka asgjë gabim, por një gjë të dini që në qoftë se ju bëni lutje dhe okej, ja kam lënë Zotit, edhe rri vazhdon, nuk e beson trupin tënd dhe nuk kujdeses për sëmundjen tënde. Të më falni, nëse besoni me ëndra me sy hapur, ju mbijetoni, por nuk jetoni. Pra, plot fuqia na ka krijuar, na ka dhënë këto dy energji, mos rrini më me zonën e ratis e bën ajo që ju shqipni këtë të tjerët dhe prisni se çfarë të tjerët do bëjnë për ju. Kur ju nuk veproni për veten tuaj, për atë që ju dëshironi, dhe ta lidhni me veten tuaj, jo ta presës se të ndryshoj tjetri. Më falni, unë nuk gënjej, unë jam këtu para jush. Çdo lloj marrëdhënie, çdo lloj sëmundje, çdo lloj sikleti që të keni, nuk mund të shëroni kur të një anshëm, po ja u them, nuk mund të shërohet kur një anshëm, sa do i zgjuar që ti jesh, sa do i pasur që ti jesh, sa do çdo gjë që të arrish, edhe në kuptimin asaj që pate një pushim për një javë, 2 javë, more frym, përsëri do të ndjesh që ka diçka që nuk shkon, dhe pse? Përsa ko do të rrim të njashëm dhe nuk do të lidhemi me këtë energji, ju nuk formoni unitetin e jetës. Uniteti jetës i qenies tonë njerëzore është që ne jemi human, që do të thotë, ne jemi krijuar nga krijesa me dy energji, dhe këto jo vetëm dy energji që do t'i sjellim në harmoni, por një pjesë e të gjithë qenies tonë njerëzore, ne do të arrim të hapim zemrën, sepse që të gjithë kemi ardhur ëngjël në këtë tokë, që të gjithë e kemi energjin femërore në shpirtin tonë, është zemra jonë, dhe që të gjithë ne do të vdesim dhe do të iki fryma ashtu sikur se do të pushoj zemra, po vetë
Pra erdhëm vetëm dhe do ta lëm këtë botë vetëm. Çfarëdo lloj që të kaloni në jetën tuaj, të çfarëdo lloj moshe që t'jeni, ju përsëri do të riktheheni dhe do të lidheni me shpirtin tuaj. Nuk është koha të kaloni jeta është e shkurtër për të vuajtur, prandaj nëse i dëgjoni me vëmendje këto, e vetmja rrugë që ne të arrim me të vërtet në atë që ne dëshirojmë dhe të lidhemi si që lidhemi, pra që i kemi hapur shpirtin, pra të lidhemi me zimin e shpirtit, është të uleni, të mësoni, pra me veten tuaj në paqe energjinë femërore që është e qetë, e durueshme, krijuese, intuita juaj, mirënjohje falenderuese, fal gjithçka dhe mbi të gjitha na bën që të gjithë që të lidhemi me njëri tjetrin. Një mantër që ta përdorni çdo ditë është: unë besoj në veten time dhe në gjithçka që jam. Unë ndjej ka diçka të madhe në brendësi të shpirtit tim, se sa pengesat që unë kaloj. Sigurisht ju jeni që të jetë të lidhur, bëni më të mrekullueshëm për të lidhur me këtë energji, dhe kjo energji do të na sjellë hap pas hapi edhe balancimin me energjinë maskullore, pra hijet duke hapur zemrën, do të lidhen jo vetëm me trupin ton, me shpirtin ton, por edhe me mendjen ton, sepse do të krijohet harmonia, balanca, dhe vetëm kjo mënyrë është bekimi për të gjithë. Ne si qenie humane, ne jemi dritë, ne jemi dashuri pa kushte, dhe gjithçka dhe çdo gjë ekziston në këtë univers të bollshëm për mua, për ju, për rreth dhe për të gjithë ne. Faleminderit, deri në video tjetër. Mirupafshim.